Të nderuar miq, të gjithë përdoruesit e programit e lojë duhet të kenë parasysh që gjatë çeljeve të vitit ushtarimor mund të kryen edhe çeljet e të gjitha llogarive analitike, siç është për shembull furnitorët që për të patur siç është llogaria furnitor, e cila duhet normalisht të jetë e detajuar që nga momenti i çeljes së veprimeve, pra të dhënave të mbartura nga viti mëparshëm. Supozojmë që kemi furnitori A, furnitori A trashëgon një vlerë të mbartur, supozojmë prej 90.000 lekë. Pastaj kemi furnitorin B, supozojmë për një vlerë prej 12.000 lekë. Dhe furnitori C, një vlerë prej 44.000 lekë. Të gjitha këto vlera, sigurisht, do të përbëjnë vlerën totale të furnitorëve në bilanc, pra në çelje të vitit ushtarimor. Gjithashtu në këtë tabelë, në këtë analizë të furnitorëve, gjatë gjithë regjistrimit në ditarin e blerjeve, do të shtohen detyrime nga njëra anë dhe regjistrimet që do bëhen në pagesat, arkën e ditarin e arkës pagesa dhe ditarin e bankës pagesa, do të shënohen pra likuidimet e detyrimeve dhe përrjedhoj do të shohim në çdo moment, pra do të kemi mbetje gjendjen e pa likuiduar ndaj furnitorëve. Tani le të shikojmë se si kryhen regjistrimet tek ditari i blerjeve. Si shpjegova në pjesën e parë, pra regjistrimet analitike të llogarisë furnitori, tani te ditari i blerjeve do të kemi parasysh, siç kam thënë te radhët e mëparshme, të gjitha lëvizjet bëhen me tab dhe në çdo qelizë ku lëviz kursori, nëse aktivizohet në të djathtë të qelizës një shigjet, ju duhet ta hapni atë për të klikuar opsionin e duhur. Vazhdojmë me numrin e dokumentit, siç shikoni nuk kërkohet diçka e tillë, edhe te data jo, kur kalon tek muaj, siç e vini re, është shfaqet një shigjet e cila duhet hapur dhe ju duhet të zgjidhni detyrimisht njërin nga muajt. Pastaj vazhdojmë me furnitorin. Edhe këtu tregohet një shigjet e cila duhet zgjedh furnitorët, siç e pat në regjistrimin në fillim të videos, regjistrohen disa furnitorë dhe ju gjatë regjistrimeve duhet zgjedhni jo vetëm një nga këto, por edhe të tjerë që duhet i shtoni tek analitiku, nëse ka furnitorë të tjerë sipas faturave që vijnë. Po kështu do vazhdoni të lëvizni tek adresa që nuk kërkohet, pastaj te llogarit, edhe këtu do të bëni zgjedhjen e llogarisë që duhet debituar për vlerën e pa të vsh, pastaj për mjetet kryesore, siç e kemi thënë, për arsye llogaritës amortizimit, për sa kohë të përdoren gjatë vitit ushtarimor, i kemi të ndara këto vlera. Pastaj tek përqindja e të vsh, sigurisht që edhe këtu dalin të gjitha llojet e përqindjeve, pra cila nga këto i përket blerjes në fjalë sipas regjistrimeve, do shënoni vlerën e të vsh-s. Kur kaloni tek qeliza e llogarive, sigurisht shfaqet një shigjet e cila do të klikoni llogarinë që kreditohet dhe të shënoni dhe automatikisht vlera lëviz në mënyrë automatike, pra llogarit në mënyrë automatike, po kështu vazhdohet edhe për muajt të tjerë me radhë. Marrim një shembull të thjeshtë, supozojmë që kemi furnitori, pra fatura që regjistrojmë përket furnitorit B, kalojmë direkt tek vlera pa të vsh, supozojmë 90.000 lekë. Llogarisim përqindjen e të vsh, supozojmë 20% dhe do të shikojmë që vlera 108.000 lekë duhet të ketë kaluar detyrimisht edhe tek pasqyra analitike e furnitorëve. Le t'i hedhim një sy sipas regjistrimit të faturës për 108.000 lekë. Faleminderit për vëmendjen.